Horoskopi ditor 2 janar 2026, dashi, ambicia jote po zgjohet në mënyrë të këndshme sot, i dashur dash. Mund të mësosh informacione të reja që të japin një avantazh ndaj konkurrentëve ose që të ndihmojnë të ecësh përpara në mënyra që të sjellin kënaqësi. Idetë për të ardhmen tënde janë veçanërisht emocionuese tani. Ndjenjat që përjeton sot mund të të motivojnë të ndjekësh qëllimet e tua me më shumë pasion. Tranzitet e ditës të ndihmojnë të gjesh zgjidhje për problemet që lidhen me karrierën ose me rrugën tënde të jetës dhe lehtësojnë bisedat me njerëz që mund të të ndihmojnë të arrish objektivat e tua më vonë gjatë ditës. Nevoja jote për liri, ndryshim ose pavarësi bëhet më e fuqishme. Mund të ndihesh i pakënaqur ose i pakënaqur me mënyrën se si po ecin gjërat dhe mund të jesh pak rezistent ndaj asaj që të tjerët presin ose kërkojnë prej teje. Është e rëndësishme të mos qëndrosh në rrugën tënde duke e bërë vetë të vështirë. Mëso të dish kur të përkulesh pak, pa humbur drejtimin ose qëllimet e tua. Një fleksibilitet i vogël mund të bëjë që dita të ecë më lehtë dhe të sjellë rezultate më të mira për ty. Demi, qelësi për të ndjerë fuqinë dhe kontrollin mbi ditën tënde sot duket se është zgjerimi i njohurive, i dashur Demi. Me interes më të madh, po absorbon dhe po mëson më lehtë. Sot mund të marrësh një rol mentorimi, ose njerëzit mund të kthehen tek ti për udhëzim dhe këshilla. Vëmendja e balancuar ndaj nevojave praktike dhe emocionale mund të të çojë drejt përpjekjeve më të vlefshme dhe përmbushëse. Ka një theks të veçantë tek aktivitetet që të nxjerrin nga rutina e zakonshme dhe të ndihmojnë të ndihesh më i lidhur me jetën dhe shpirtin. Ndërsa dita kalon, është më mirë të mbash planet e tua fleksibël. Ke nevojë për pak hapësirë për të menduar dhe ndjerë, përndryshe mund të ndihesh i ngushtuar ose i kufizuar. Është më mirë të njohësh dhe të kanalizosh nevojën për ndryshim në një mënyrë të përshtatshme. Përndryshe mund të hasësh pengesa të vogla ose keqkuptime të padëshiruara. Binjakët, sot ndihesh veçanërisht i rehatshëm në shprehjen e vetes, i dashur binjak. Mund të marrësh ose të japësh këshilla të vlefshme. Mendimi i kujdesshëm mbi çështje financiare ose emocionale komplekse mund të jetë i suksesshëm dhe i kënaqshëm. Sot mund të ndihesh i liruar nga qëndrime kufizuese që të pengonin më parë. Mund të fitosh njohuri të fuqishme për fushat e jetës tënde që kanë nevojë për ndryshim dhe po përqendrohesh t'i rregullosh ato nga brenda jashtë. Më vonë gjatë ditës, është mirë të jesh i kujdesshëm ndaj impulsivitetit, por dëgjo nevojën e zemrës për ndryshim, progres dhe rifreskim. Ke nevojë për hapësirë, shtesë ose liri të vogla për të ndjerë rehati dhe për të vepruar në mënyrë të qetë dhe efektive. Sot është një ditë për të kombinuar mendimin racional me intuitën, duke e përdorur energjinë për të përmirësuar jetën personale dhe për të ndërtuar lidhje më të forta me të tjerët. Gaforia, hëna hyn sot në shenjën tënde, e dashur gafore, dhe ti po i vendos nevojat emocionale në prioritet. Je veçanërisht i vëmendshëm dhe kërkon stimuj emocional tani. Gjithashtu kërkon njohje dhe vlerësim për ndjenjat e tua. Kjo mund të jetë një ditë e mirë për biseda me njerëzit që të interesojnë dhe të rëndësishëm. Dikush mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë ndjenjat dhe idetë e tua. Bisedat mund të jenë të këndshme, ndihmuese, të hapura dhe shpërblyese. Ndihesh më i fuqishëm personalisht nëse merr kontroll mbi marrëdhëniet e tua dhe aftësitë e tua të negocimit janë të shkëlqyera. Më vonë gjatë ditës mund të ndihesh i detyruar të dalësh nga një rutinë e zakonshme që nuk po të sjellë rezultatet që dëshiron. Hapat e vegjël për të bërë ndryshime konstruktive janë zgjidhja më e mirë tani. Mosnjohja e kësaj nevoje mund të çojë në ndërprerje të bezdisshme ose sjellje pak të pjekur. Luani, sot mund të kesh ide të ndritshme për punën ose për çështje financiare, i dashur Luani. Largimi nga frika mund të hapë kreativitetin dhe të përmirësojë shëndetin tënd. Je i udhëhequr nga dëshira për të qenë i sinqert me veten dhe përgjegjës ndaj të tjerëve. Këshilla të dobishme lidhur me punën, shëndetin ose zakonet janë të mundshme sot. Ndihesh krenar për punën, detyrat ose rutinat e tua dhe gjithashtu je pak i mbrojtur ndaj ideve të tua.
Ke durim për të dëgjuar të tjerët dhe kjo është një thesare e vërtet. Megjithatë, më vonë gjatë ditës, disponimi mund të jetë më i tensionuar ose i nxitur. Ekziston një tendencë për të rebeluar nëse ndihesh i ngushtuar ose i kufizuar nga dikush. Jep pak hapësirë të tjerëve dhe vetes për rezultate më të mira. Ndjenja e ngushtimit mund të çojë në konflikte të panevojshme, ndaj është e rëndësishme të ruash ekuilibrin midis dëshirës për liri dhe përgjegjësive ndaj të tjerëve. Gjithashtu, përdorimi i energjisë për të kanaluar kreativitetin dhe ide inovative mund të sjellë sukses në projekte dhe zgjidhje praktike gjatë gjithë ditës. Kujdesi për shëndetin emocional dhe fizik, duke lënë pas frikën dhe pasigurinë, është një mënyrë e shkëlqyer për të maksimizuar potencialin tënd sot. Virgjëresha, sot aftësitë e tua për zgjidhjen e problemeve janë të forta, e dashur Virgjëresh. Ndikimet e ditës janë të favorshme për shprehje kreative, krijimin e lidhjeve pozitive dhe përparime në komunikim. Kur ajo jote rritet, veçanërisht kur bëhet fjalë për të ndarë veten me të tjerët dhe entuziazmi kreativ është pranë teje, është një kohë e shkëlqyer për të njohur nevojën tënde për të performuar ose për të krijuar. Ndërsa dita përparon, mund të ndodhin rrethana të pazakonta që të dalin pak nga ekuilibri ose mund të ndihesh pak i pakënaqur. Frustrimet mund të çojnë të veprosh ndryshe nga karakteri yt normal. Megjithatë, nëse kërkon arsyet e brendshme të shqetësimeve të tua, vendosesh në një pozicion më të mirë për të bërë ndryshimet që të nevojiten, në vend që të reagosh vetëm ndaj rrethanave të bezdishme. Sot është një ditë për të fokusuar te zgjidhjet, për të përdorur kreativitetin dhe për të nxjerrë mësime nga çdo pengesë që del para teje. Peshorja, tranzitet e sotme ndihmojnë që bisedat dhe mendimet të rrjedhin më lehtë, e dashur peshore, veçanërisht në çështjet familjare dhe të brendshme. Është një kohë e mirë për të bërë plane afatgjata që sigurojnë të ardhmen, për riparime ose reorganizime në shtëpi, si dhe për aktivitete familjare. Ndjenja e paqes me vendimet e tua dhe me vetveten të lejon të shijosh momentin më shumë se zakonisht sot. Ke një aftësi për të bashkuar njerëzit dhe bashkëpunimi i tyre ka shumë rëndësi për ty. Mendimi i kujdesshëm mbi problemet të jep një ndjenjë të fortë kontrolli mbi jetën tënde, dhe familja mund të jetë subjekt i diskutimeve ose pjesëmarrës në to. Kur bëhet fjalë për çështjet personale dhe ato të brendshme, je një komunikues veçanërisht efektiv këto ditë. Megjithatë, më vonë gjatë ditës mund të ndihesh i tërhequr nga diçka e re, nevoja për pavarësi dhe hapësirë kreative. Ky disponim mund të jetë shqetësues nëse nuk e pranon nevojën për ndryshim ose nëse nuk gjen mënyrën e duhur për ta shprehur veten. Është e rëndësishme të jesh fleksibël dhe tolerant ndërsa kërkon mënyra të kënaqshme për të sjellë ngjyra dhe risi në jetën tënde. Akrepi, sot mund të ndihesh veçanërisht i emocionuar për idetë e tua ose për një projekt të veçantë, një ëndër ose një qëllim për lumturi, i dashur akrep. Lëshimi pak i kontrollit mbi disa gjëra mund të japë një ndjenjë fuqie dhe lehtësie. Eksplorimi i mënyrave të ndryshme për të komunikuar dhe për të ndërtuar marrëdhënie mund të jetë i kënaqshëm tani, dhe përpjekjet për të mësuar ose zhvilluar aftësi janë të favorizuara. Mendimi i thellë, zbulimet e papritura pozitive dhe arritja e qartë e objektivave mund të ndodhin sot. Lirimi nga një detyrim ose një punë që të rëndon mund të jetë në qendër të vëmendjes. Stimuli mendjor dhe ndryshimi i rutinës janë motivues të fuqishëm. Më vonë gjatë ditës mund të ndihesh i tërhequr nga emocione intensive ose eksitim, dhe nëse kjo dëshirë nuk merret parasysh, mund të çojë në ndërprerje të pakëndshme ose situata të shqetësuara. Megjithatë, nëse e kupton atë që vërtet dëshiron, mund të sjellësh ndryshime në mënyra konstruktive dhe të frytshme. Sot është një ditë për të shfrytëzuar energjitë krijuese dhe emocionuese, për të ndjekur pasionet dhe ëndrat e tua, dhe për të vendosur prioritet të gjetja e mënyrave të reja për të përmirësuar jetën tënde personale dhe marrëdhëniet me të tjerët. Shigjetari, sot je në një gjendje të mirë për të mësuar gjëra mbi menaxhimin e parave ose për zhvillimin e talenteve të tu, i dashur shigjetar.
kujdesi i veçantë për gjërat e tua mund të tërheqë shumë vëmendje dhe interes. Idetë e mira vijnë më lehtë për ty dhe mund të ndihesh mjaft entuziast, veçanërisht kur merr kontrollin e çështjeve personale që lidhen me sigurinë, paratë dhe punët e biznesit. Marrja e kontrollit mbi çështjet praktike mund të japë një ndjenjë fuqie dhe vetbesimi. Edhe pse mund të ketë tension më vonë gjatë ditës, mund të gjesh mënyra për të punuar me energjinë në vend që ajo të shqetësojë. Je fleksibël në rast se ndodhin ndryshime të vogla në oraret ose ndërprerje të rutinës. Kërko mënyra për të bërë gjërat pak ndryshe, në mënyrë që mendimi dhe marrëdhëniet të mbeten të freskëta. Pak spontanitet është i nevojshëm tani, dhe edhe nëse ndihesh pak i pasigurt gjatë këtij procesi, mund të çojë drejt zbulimeve emocionuese. Nëse je shumë i pavarur, mund të humbasësh disa ide të shkëlqyera që mund të ndihmojnë të ecësh përpara. Sot është një ditë për të kombinuar kujdesin praktik me kreativitetin dhe fleksibilitetin, duke nxjerrë më të mirën nga çdo mundësi që të jepet. Britsjapi, energjitë e sotme favorizojnë komunikimin, zgjidhjen e problemeve, socializimin dhe punën kreative. I dashur britsjap, mendon në mënyrë praktike dhe njëkohësisht inovative. Mund të ndihesh mirë duke vlerësuar të tjerët dhe duke u ndjerë i vlerësuar nga ata në këmbim. Ke një prezencë të fuqishme tani dhe idetë e tua janë si thesare të çmuara. Sot mund të jetë e lehtë të vlerësosh shpejt problemet dhe të kuptosh lidhjet dhe arsyet që qëndrojnë pas tyre. Je në një pozicion të shkëlqyer për të mësuar diçka të vlefshme dhe fuqizuese, dhe ke një mënyrë të veçantë për t'u lidhur me të tjerët, duke bërë që të gjithë të ndihen mirë për lidhjen që krijohet. Më vonë gjatë ditës mund të shfaqet një tendencë për rebelim ose sjellje të paparashikueshme, dhe mund të lindë dëshira për të përjetuar diçka të ndryshme. Është më mirë të njohësh këtë nevojë për ndryshim në vend që t'i lejosh pakënaqësisë të drejtojë veprimet e tua. Përpiqu të mirëpresësh ndërprerjet në rutinën tënde si mundësi për të zbuluar qasje të reja dhe për të përparuar në mënyra kreative dhe të frytshme. Sot është një ditë për të kombinuar mendimin praktik me inovacionin dhe për të shfrytëzuar çdo mundësi për rritje personale. Ujori, sot është një ditë e mirë për të gjetur mënyra të ndryshme për të parë jetën tënde ose për të eksploruar ide të reja. I dashur ujor, shumë gjëra po ndodhin në sfond dhe prapa skenave, dhe kjo mund të jetë një kohë e mrekullueshme për motivim dhe për kushtim ndaj një projekti të veçantë ose një interesi personal. Mund të përqendrohesh në përballimin e çështjeve të pasgjidhura ose të mbetura pezull. Energjia e mirë është pranë teje për vetkuptim dhe reflektim. Mund të fitosh një ndjenjë më të fortë të kontrollit mbi jetën tënde, ndërsa kupton arsyet pse disa gjëra kanë ndodhur dhe, veçanërisht, pse ato janë ende të rëndësishme për ty. Më vonë gjatë ditës mund të duhet të ndryshosh planet ose të rishikosh mënyrën e të menduarit për shkak të zbulesave të papritura, ose një ndryshim i humorit mund të ndryshojë pikpamjen tënde mbi një çështje. Kërko mënyra për të rifreskuar jetën në fusha që janë bërë pak të mërzitshme ose pa jetë, dhe pastaj vendose të bësh ndryshime dhe përmirësime të vogla që të sjellin energji të reja dhe kënaqësi. Sot është një ditë për reflektim, fleksibilitet dhe përpjekje për të përmirësuar rutinat dhe perspektivat e tua personale. Peshqit, tranzitet e sotme janë të forta për të shijuar biseda mbështetëse dhe të dobishme me miqt ose për të diskutuar mbi qëllime afatgjata. Të dashur peshq, bashkëpunimi me të tjerët mund të jetë shpërblyes dhe madje fuqizues. Është një kohë e mirë për të ndihmuar një mik të ndjehet mirë me veten, dhe po ashtu për të marrë energji pozitive prej tyre. Ndjenja se je në rrugën e duhur është pranë teje sot. Po kërkon të lehtësohesh nga presionet dhe të shijosh më shumë jetën, dhe socializimi mund të sjellë shpërblime dhe kënaqësi. Më vonë gjatë ditës mund të ndodhin ndërprerje të rutinës së zakonshme, dhe bëni mirë të bësh disa ndryshime të vogla në mënyrën e të menduarit ose qëndrimin. Mësimi i diçkaje të re për ndjenjat e tua mund të çojë drejt drejtimesh emocionuese të reja, edhe nëse situata është pak e pasigurt përkohësisht. Sot është një ditë për të kombinuar bashkëpunimin social me reflektimin personal, duke shfrytëzuar çdo mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të eksploruar rrugë të reja për zhvillim personal.